e tyre janë duke punuar në afrimin e futbollistëve të rinj. Po mesazhi është që duhet të jenë durueshëm me para punës, siç kemi qenë durueshëm edhe na në ato kushte që kemi punu. E dyta, ne nuk jemi fjetër, ne thashë ne punojmë, pavarësisht thashë që ne jemi bashku gjithë me një pikë që nuk jemi shumë asi njerëz euforik, nuk jemi në këtë zëje sportit sot për sot, duke filluar qysh tash prej donatorit parë atje, pastaj siç e thash zotëri Mikullovci që është një i mirë i futbollit, pastaj kryetari Rama ne do me përsëri dhe nuk është që është seftë në futboll, ka udhëheq me Prishtinën, ka udhëheq me për shumë institucione, pastaj anëtarët e bordit gjithë janë domethënë rreth futbollit, stafi domethënë ne unë e di domethënë që tifozët me dispresin apo kanë dëshirë me pa domethënë një bujë të madhe, një emër të madh aty me pa. Mirë po çdo gjë do ja lëm kohë, se avash do të fillojmë domethënë edhe ne domethënë me prezantimin e futbollistëve. Rëndësi ka që klubi po stabilizohet, klubi po futet në për ujëra të qeta, edhe ne domethënë po e bëjmë punën tonë siç është mas mirë, se cili në ato përgjegjësitë e veta. Edhe po shpresojmë të gjithë bashkë domethënë me tashënë me tifozët tonë, me qytetin tonë që jeton për sportin, ti kthejmë domethënë namin vështërës